me 14 prill në Zoom feston 8 vjetorin, po sa vite i pat Leonita Aslani nuk është ndoshta e hishme me ju tregu, po ajo që duhet me tregu është padyshim që e kisha përballë, intervistova dhe që kam buni shumë përshtypje është që e re në mosh me shumë biznese, talentume në këngë, në muzik, po mbi të gjitha pianon edhe kitarën i ka 2 nga instrumente që i qanë, do më thonë. Bëhet fjallë për Leonita Aslanin që mezi po e pres me ju tregu se kemi kalu shumë mirë dhe kemi realizu një super intervist në lidhje me aktivitetet e saj të fundit që nuk kanë mungu as të mbimet për dikën nga estrada. Leonita Aslani merret me muzikë. E zonja në gitar dhe piano, e ftuar në emisionin Zoma ajo flet për të reja të fundit dhe nuk e kemi fjalën për një këngë të re, por për krej diçka tjetër. Javën e kaluar e kom qitë edhe një pusim që ka të bëjë lidhje me call center, të më marë parasysh e armja për më marë të ketët teknologjisë pse ju me u angazhu edhe na si shtet me kriptovaluta, me produktet ndryshme. Për momentin jam me një bisedim me disa biznismen jashtë shtetit, do më thonë Zvicër, edhe jam të dashme e pru një super produkt që është gati, edhe me hap një pik call center në Kosovë një tjetër, se kum pas ma herët pika po me dallavërgji, me shqiptar, trejn, anej knej, edhe thu ma mirë unë po e bëj një pauzë, edhe këtejna, po tash kom vendosur që veç vetë me hi, normal edhe për krojën e familjes. Ajo përveç se me muzikë është krijuese disa bizneseve, e përzum tregon pak edhe për energjinë që posedon për të bërë gjëra të reja. Energjinë e marr prej shumë artistave, ose biznismen, ose kam xhelozi pozitive, cilën do më thonë i shikoj çka bojnë ose qysh edhe mundona gjithmonë me bue edhe diçka të re, se thëm asnjëherë nuk është ballë. Unë më deshe pa tjetër një njerit besueshëm, po qaq shumë jam zhgënjy për shqiptarëve, qaq shumë dallavërgji shkur shqip, sa që mendoj që thash okej, të ma herët nuk e kom shti, nuk e kom fut, shembull e ka muzika, e kanë ditë që mirëna me muzikë, me ekstrem, pak rebele, okej, po që unë e mirëna me biznese, kriptovaluta, as s'ja ka marrë mendja. Edhe unë shkoj javën e kaluar dhe i thom prindit e marr laptopin, edhe i thom me qëto të mirë dhe kështu, edhe bejt shok krejt, bejt shok. E pa besueshme, sa që ore vinë Prishtinë, për tirë mami, thot, prindi po thot është diçka e pa besueshme, apo dhe qysh, po për gjithçka është për kroja. Muzikën e ka të trashëguar, por askush nga familjarët nuk e ka vazhduar atë. E vetmja është Leonita e cila ka luftuar që ëndrrën e saj ta bëjë realitet. Familjarisht jemi mirë me muzikë, po prind normal kanë këndu ma herët festa shkolla, që shkon ma herët festivalet që jënë majtë e kështu. Pastaj kemi fillu edhe motra, vllazit, po asnjë nuk është që e ka vazhdu. E prindi nuk është që u konë dakord për neve që me fillu muzika ka pas qef ma shumë ka bizneset. Jo me vetëmja, me thonë që kom luftu shumë që me arrit ëndrën teme, cila është muzika dhe është diçka primare, jo veç profesion që kam. Aktrimi po, ashtu në përgjithësi arti. Nuk e di, nuk muj me paravëndu jetën pa muzikë. Është paragjykuar nga njerëzit e afërt për zotësinë që ka, për të bë biznes me shifra më të mëdha. S'ka qytet në botë që nuk kam shoqni, bile 2 ose 3, po kam edhe shoqni të mirë. Sa i përket te kushëritë kështu, nuk është që nëse mu nuk më paragjykon, nëse nuk më shoh, nëse diçka s'jam të bu sen, heq unë.
A e ka din qysh. Gjumi natës zmenën se di që nuk kom naj hejter. Se di që tani thëmë që jam të bo sen heq. Dura po tjetër me pas diçkon, edhe qaja më mështynë edhe ma shumë. Po cili u kam para gjukimin ndoshta më këtë që e ke dëgju që të keshët, të zëtënsion ajo? Hajtë bërë se ti veç me knudin, a bërë të qysh ose si klipa. Po janë asi që se hitë si marë parasysh. Ka rasti që dashtin kafe, ka rasti që rrimë e tera. E di, e nja, po s'ka lidhje heq. E kur jemi të kjo pjesë, Leonita jep edhe një mesazh motivues për gocat e reja që duan të futen në biznes, ama në një farë mënyrë e frikson dështimit apo fjalëve të hallkut. Po marë parasysh se krejt kena me bo pare, është një kohë që krejt s'ka me mbet asë edhe njëj varë për në botë, shumë shpejt. Krejt kanë me bo pare, a mo shoqni të pastër, edhe shoqni që thojna si familje e dytë ose kështët, ka me pas shumë pak, ose edhe nësi kine që ata më dojnë me i rrujt. Veç që kjo është, se për tjera të qene krejt kena me jarit vetë. Ajo është e zonja në rënjën e instrumenteve si që është piano dhe gitara. Sa mendon Leonita se ndihmon ky aspekt në këndim? Nuk është që jem kundër gitaristave ose artistave tjerë, thjesht e kam stilin tem edhe unë mendoj që ndoshta unë nuk mundem me u përshtat me këta. I kam stilat e mi dhe më vjen na ide ose na gjatë interpretimit. E ndryshë është tani kur bashkëpunon me një kitarist tani pak e kufizume dhe duhesh. Kështu që kur t'jom vetë, unë momenti që knaqqa për vete di që keti unë knaqë. Leonita ka bërë një CD në vitin 2019 me një band nga Zvicra, e pohën faktin se lansimi ka qenë atje, por jo dhe në Kosovë. Koha nuk i premtoi që promovimin të ja bëjë në vendlindje. Të kalojmë tani tek një pyetje private, si është ajo jashtë ekranit e rrjeteve sociale. Moj me thonë që Leo është njëjtë si në Instagram, si jashtë Instagramit, jam i njëjti person, përgjithësi jam i qetë edhe mundohem që nëse unë e kam një shans, një biznes, një produkt, ose diçka me angazhu krejt. Pse jo? Se krejt artista duhet me pas edhe një profesion tjetër, se veç kur s'ka që asnjë prej muzikës nuk mundet me përfitue, e sidomos në Kosovë. Ndryshe është shembull që janë disa emra artistë që janë diva, që nejse mundem me thonë që ma herët janë vlerësu ma shumë se s'kan pas shumë konkurrencë, tash po flasim kështu. Po ka edhe kësi artista që si kanë dy lidhje, edhe tani ti vjen pak i natë se studion me vite, edhe në fund ka edhe kësi artista që si kanë dy lidhje. O, si artist, amater, nuk je. Po me kë e pati ajo? Nuk është që jam që e paragjikoja si diçka, po sa i përket shumave kështut, absolut nuk më intereson, ore kam qef milionat me i bona në Kosovë, se në Kosovë, po nuk është që thjesht të më pengon se thjesht nuk a kom drejt kështu o, si artist, o, amater, nuk je, shkur që qemë, vla. Pakte në qase? Ka shumë ka. Tejper, me anja nuk të merë. Kush për Aslanin është div? Adelina Ismaili, këto krejt. Po edhe Dafina është e mirë, pse kohën e fundit nuk më hen mu punë sen, po diqysh edhe shtazonë edhe po mon koncerte, halal. A i kishe buti me gjë të tillë? Asnjëherë jo. Sa? Jo, asnjëherë. Jo, kisha pas frikë. Okej. Skandal ose diçka kështu që ma mirë jo. Nuk ma kish një për pare, edhe nëse ma mirë kisha jetu me ne... Ekskluzivisht për emisionin Zoom, Leonita Aslani ka zbuluar se së shpejti mendon të i futët edhe aktrimit, e deri në një takim tjetër me të, Zoom i dëshiron shumë suksesa asaj.